Fillimisht do të ato ku e la Egzoni. Edhe kushtetuta jonë, por mbi gjitha gjykimet e gjykatës kushtetuese si ai viti 2014 dhe ai viti 2020 saktësisht e materializojnë këtë koncept, sepse përcaktojnë në bindjen time mjaftueshëm, domethënë mundësi fituesit të zgjedhjeve qoftë edhe kur kemi të bëjmë me fituesi relativ që ta materializoj tutje atë vullnet politik të shprehur nga ana e qytetarëve në zgjedhje, mirë po jo deri në shkallën sa të bëhet pengesë përkatësisht të mos lejoj konstituimin e institucioneve. Dhe në këtë drejtim vlerësoj që partia fituese gjithsecilla e në këtë rast vetëvendosja para se gjithash dhe në radhë parë ka detyrim që me materializu tutje vullnetin e qytetarëve, sepse qytetarët i kanë dhënë mundësinë, mirë po i kanë tregu që si e vetme kësaj radhe nuk mund ta bëj, prandaj është e nevojshme, është e domosdoshme që të reflektojë dhe në këtë drejtim, përveç që natës së zgjedhjeve nuk di nëse ka pas tutje më, domethënë shprehje të diskursit të tillë, me çka natyrisht që vlerësoj që është i pa nevojshëm. Për më tepër, do të mi pas parasysh edhe faktin që tashmë gradualisht kemi një administratë të re në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, e cila natyrisht që ndonjëherë edhe mund të bëjë ndryshime ose koncepte të mëdha, siç ishte rasti me Ukrainën, dhe në bindjen time këto çështje, këto aspekte, këto relacione subjektet politike do duhemi i kuptu drejt dhe ta kuptojnë momentumin çfarë ndodhet Kosova me kërkesa dhe presione të vazhdueshme për të avancuar tutje për sa i përket çështjes së dialogu, dhe në këtë drejtim ne gjithë jemi dëshmitar që ose në formë të urimit ose me njerë pasurimit të qeverisë së re do të vijë kërkesa dhe presioni në rritje për të proceduar tutje për sa i përket çështjes së dialogut me përgjithësi e me thekë veçantë çështjes së procedimit të asociacionit. Prandaj një qeveri me një bazë të gjerë në bindjen time do të ishte një zgjidhje e mirë në drejtim të kanalizimit të aspekteve në raport me Serbinë, në mënyrë që natyrisht pastaj pas përmbylljes së këtyre proceseve dhe ashtu të stërgjatura, Kosova të normalizohet, Kosova të kthehet vetvetes, të kthehet spektrit të brendshëm zhvillimit ekonomik, të kthehet drejtësisë, reformave të shumë proklamuara e të pak të arritura ose thuajse fare, prandaj vlerësoj që ky rezultat duhet të kuptohet, duhet të pranohet drejt dhe mbi këtë rezultat të reflektohet në drejtim të krijimit të institucioneve të reja. Faleminderit, zoti Miftaraj, a ka mbetur hapësirë duke parë këto qëndrime publike të këtyre liderëve të partive politike që eventualisht të ketë ndonjë matematik ose ndonjë formulë, si sta zoti Bayraktaraj, të një qeverie, të një konsensusit të gjerë, apo do të ketë tentime që të krijohet një qeveri o e kësaj shumice o e partive opozitare? Fatmirësisht në politik gjithmonë gjithçka është e mundur. Gjitha opsionet janë të hapura. Ajo që besoj është më rëndësishme sekret është fakti që pa pikë dyshimi do të thotë në aspektin e legjitimitetit është Partia Lëvizjeve të Vendosjes që ka fituar zbas tash mund me thonë 99% ose 97%, 98% këtë votave të numëruara, mbi 20-21% të votave të elektoratit në Kosovë. Andaj dhe barra për formimin e qeverisë i bie mu partisë në pushtet, liderit e kësaj partie Albin Kurtit. Tërsh do të thotë kjo fitore me mbi 40% nuk do të thotë ose nuk do të duhet të përkthej në arrogancë apo ofër certifikimit të zgjedhjeve dhe është çështje tjetër, ne e dimë cilët do të jetë numrat në kuvendin e Kosovës. Partia në pushtet mund sillet 48, 49, 47, 50 që tashmë si duket do të thotë të jetë shumë vështirë të arrihet. Dhe kjo nuk kupton që e njëjta nëse nuk ka vullnet politik të bëj koalicion me listën serbe, atër vetëm me komunitetet jo shumicë, nuk e ka shumicën prej 61 deputetëve për ta formuar qeverinë e vetme. Dhe këtu pastaj do të duhet të vinë ofertat apo thirrjet për bashkëpunim me partitë tjera të cilat në farmyre të thotë kanë dalë e dyta, e treta apo e katërta në zgjedhje. Po kjo ofertë të duhet të ishte e sinqertë, e cila në një farmyre do të kishte edhe konotacion të asaj të ruajtjes se asaj që ka rritë Republika e Kosovës, po edhe asaj që pritet që të arrijë Kosova në të ardhmen. Ne gjithë e dimë që Kosova është duke përballur me
shumë probleme të brendshme në radhë parë, pastaj edhe në aspektin ndërkombëtar. Nuk duhet të harruar faktin që Kosova është në masat ose sankcionet nga Bashkimi Evropian. Ne e dim që nuk është që Kosova ka një raport në veçantë si e ka pasur me Shtetet e Bashkuara të Amerikës, e me thekë veçantë asaj që ka po ndodh të thotë së fundi në politikën ndërkombëtare. Në anën tjetër, menherë pas përfundimit të zgjedhjeve, pam që tani më veç kanë shkuar kërkesa tek zyra rregullatorit të energjisë për shtetrimin e rrymës. Nuk duhet anashkaluar edhe një fakt tjetër që krahas masave ndëshkuese që jemi me të Bashkimit Evropian, Kosova, po edhe Ballkani, po edhe bota ka pasur një goditje të jashtëzakonshme me rastin e ndaljes së fundeve nga USAID. Tash në publik është ndërtuar një narrativ duke menduar që fondet që kanë dalë USAID i kanë prekur organizatat e shoqërisë civile vetëm, që është një gabim ose është një manipulim i dopt, sepse nëse morë përballë që në 4 vitet e fundit Kosova ka përfituar me mbi $570 milion prej USAID-it, mund të them me përgjithësi që ndoshta ajo që se kanë marrë as 5% e asaj shume. Do të thotë që i bën për 570 milionëve ndoshta e kanë marrë ajo që 10 milion 12, kur ndohen me 10 ajo që është një shumë e papërfillshme. Po shumën më të madhe tyre mjeteve kanë marrë kryesisht institucionet publike, po kanë marrë edhe shumë qytetarë të cilët kanë hapur biznese në fusha të ndryshme, ku shumë prej këtyre qytetarëve, do të thotë kanë hyrë në obligime ose në raporte kontraktuale me USAID-in, të cilët kanë shpresuar do të thotë që ky program do të vazhdojë, e të cilat pastaj do të thotë në një farë mënyrë në fazat e më të tjeshme do të rimbursohen nga USAID-i. Po flasim këtu ndoshta me dhjetra e qindra ose mijëra qytetarë të Kosovës, qoftë në fushat e agrikulturës, qoftë në fushat do të thotë të bizneseve të vogla, qoftë do të thotë në prodhem apo fushat e tjera, të cilët nesër po flasim mund të themi që kanë metur ndoshta si themi në një gjendje shumë të keqe, sepse nëse këto fonde janë ndalur nga USAID për një herë, atë të njëjtit nëse nuk kanë ndihmën e dorës së shtetit të Kosovës, të njëjtit mund të falimentojnë, po edhe në një farë mënyrë do të thotë kjo do të ketë ndikim edhe në ekonominë e vetë Kosovës. Do të thotë kur mbledhen të gjitha këto, do të ishte rrugës që partia që ka marrë do të thotë 40% të votave, të bënte një ofertë të sinqertë gjitha partive politike, të përcaktonte disa, si të themi, pika kyçe të cilat kjo parti mendon se janë me interes për Republikën e Kosovës, të ftoj partitë të cilat do të thotë kanë dalë të dytat, të tretat apo të katërtat për të dialoguar, për të pasur një dialog me të vërtet konstruktiv dhe për të bërë përpjekje se ku mund të përputhen do të thotë këto koncepte për një qeveri të ardhshme për 4 vite. Nëse partia në pushtet një farë mënyrë dështon ose nuk e ofron një dialog të bazuar në sinqeritet dhe me premisat qarta të cilat janë interesat e ardhshme të Republikës Kosovës për 4 vite të ardhshme, në një farë mënyrë kjo mund të konsiderohet si një lloj abstenimi nga qeverisja dhe kjo pastaj nuk e përjashton as mundësinë apo nuk e përjashton pastaj legitimitetin e partive të cilat nuk kanë dalë të parat në këto zgjedhje për të gjetur alternativa të reja për të bërë koalicion në gjithmonë se i kanë numrat në kuvend për të formuar qeverinë e ardhshme. Por përsëris do të thotë barra kryesore e bën partisë në pushtet, po barra ose kjo legitimiteti që e ka nuk do të duhet asnjëherë të përkthej në arrogancë, po do të duhet të shihej si një lloj përgjegjësie që kanë marrë raport me qytetarët, sepse nëse një parti politike ka fituar 40-41% votave dhe nuk arrin të gjejë një aleat për të bërë koalicion, kjo mund të konsiderohet si një lloj keq menaxhimi apo mungesë profesionalizmi në farë mënyrë për ta ruajtur dhe për të respektuar votin e qytetarit. Sepse në fundit, e tha shumë mirë Egzoni, ndoshta njerë ka ndodhur në Kosovë në vitin 2021 një parti politike të vitemi 50%, po si është projektuar kushtetuta e Kosovës, si është projektuar do të thotë fakti që kemi 20 vende të rezervuara për komunitetet jo shumicë, pothuajse e bën të pamundurën që partia e parë gjithmonë t'i ketë 50-55% dhe e vetme të formoj qeverinë. Po kjo në 4 vitet e fundit na ka treguar që ka edhe kundër efekt, do të thotë kur ti e formon e vetme qeverinë,
dhe pastaj në procese të rëndësishme ku nevojiten 2/3 e kualifikuar apo 2/3 për procese të ndryshme dhe nuk e ke përkrajen edhe të opozitës, do të dështoni në mënyrë për të dërguar politikat përpara, sepse në fundit partia që vjen pushtet përveç qeverisjes me ministrit, kjo nuk kupton të avancoj edhe me procese që janë të rëndësishme, siç janë marrëveshjet ndërkombëtare, siç janë procesi për shembull i vettingut, i cili për 4 vite dështoi sepse nuk i pa 2/3 e votave në kuvend për ta miratuar, apo çka është më e rëndësishmja, kjo parti në pushtet ka nevojë për eksperiencën e partive opozitare, sepse përvoja na ka treguar se për 4 vite kanë pasur mungesa të theksuara të profesionalizmit, ekspertizës apo përvojës për të qeverisur me vendin. Ndër proceset më të rëndësishme, më kryesore, do të thotë kjo qeveri i ka dështuar. Edhe krejt në fund, një qeveri e cila ka pas përvojë, ose një qeveri që i kupton proceset edhe të integrimit evropian dhe proceset si funksionon bashkësia ndërkombëtare, do të kishte bërë përpjekje maksimale që mos të vim në ditën kur Bashkimi Evropian të caktojë masa ndëshkuese e Kosovës, sepse Bashkimi Evropian i ka mekanizmat shumë të lehtë me vënë masa ndaj një vendi, por pastaj ka ekstremt komplikuar, shumë të komplikuar që ato masa të tërhiqen. Që nuk kupton që sot masat që i ka vënë Bashkimi Evropian mirë që të tërhiqen ka i njëjti, duhet konsensus nga gjitha shtetet e Bashkimit Evropian, duhet një vend në mënyrë të refuzojë apo të ketë qasje të ndryshme dhe ne mund të vazhdojmë ndoshta edhe në vitet e ardhshme të kemi të njëjtat masa që e përsëris masat e Bashkimit Evropian me ato që ka ndodhur me USAID-in për ekonominë e Kosovës, për qytetarët e Kosovës, mund të them që do të jenë katastrofale dhe këtë besoj gjatë këtij viti do ta vrejmë me çmime, me rritje të rrymës, me rritje të produkteve bazë apo të produkteve të cilët qytetarët e Kosovës i kanë prodhuar me ndihmën e USAID-it, me ndihmën e Bashkimit Evropian, e që me pak ndihmë do të thotë këto biznese do të falimentojnë e pastaj barën do ta paguajnë jo vetëm bizneset, pronorët e tyre, po edhe vetë qytetarët e Kosovës.